Mos harro të bësh subscribe. Lek nga qielli, 29 tetor është dita e madhe për këto 7 shenja horoskopi. Një valë e fuqishme energjie po zbret nga qielli dhe do të kulmoj pikërisht më 29 tetor, dita kur disa shenja të zodiakut do të përjetojnë shpërblimin më të madh të muajit. Kjo datë është si një portë e artë që hapet papritur, duke sjellë mundësi, fitime dhe bekime të papritura. Nuk është rastësi që shumë astrologë e quajnë këtë ditë dita e bollkut qiellor, sepse pozicionet planetare krijojnë një konfigurim të rrallë që sjell lek, fat dhe shanse që duken si të dërguara nga lart. Në këtë datë, Hëna e plotë dhe Jupiteri, planeti i bollkut, zgjerimit dhe prosperitetit, formojnë një lidhje që ngjall ndjesinë e mrekullive. Energjia e tyre është si një valë dritë që përhapet në të gjitha drejtimet, duke prekur çdo shenjë në mënyrën e vet, por 7 shenja të veçanta do ta ndjejnë fuqinë e saj më fort se kushdo tjetër. Për to, kjo ditë do të jetë një kthes, një bekim, një ndryshim që sjell frymëmarrje, lehtësi dhe lajme të mira për financat dhe jetën praktike. Lek nga qielli nuk është thjesht një shprehje figurative, është një simbol i ndihmës së papritur që vjen kur më së paku e pret. Në ditët përpara dhe pas 29 tetorit, gjithçka që ka qenë ngecur fillon të ecë, paratë që kanë vonuar, lajmet e mira që nuk vinin, rastet që nuk shfaqeshin, të gjitha zhbllokohen në mënyrë magjike. Astrologët theksojnë se forca e kësaj date është transformuese, dhe shumë njerëz do të ndihen sikur diçka hyjnore po i udhëheq drejt suksesit dhe stabilitetit financiar. 29 tetori është dita kur universi vendos të jap formë ëndrave materiale, kur dëshirat që janë hedhur në hapësirë marrin përgjigje konkrete. Në këtë ditë, ndikimi i Venusit do të sjellë harmoni dhe përfitime në marrëdhënie, ndërsa Merkuri do të favorizojë lajmet, komunikimet dhe marrëveshjet që përfundojnë me fitim. Për disa, kjo mund të jetë dita e një telefonate që ndryshon gjithçka, për të tjerë një ofertë pune që hap rrugë të reja, e për disa të tjerë, një pagesë apo dhuratë që vjen papritur si dhuratë nga universi. Energjitë e kësaj date janë aq të forta sa ndikimi i tyre nuk mbaron me 29 tetor, por do të ndjehet edhe për disa ditë më pas, duke hapur rrugë për fitime dhe lehtësime financiare që zgjatin. Shenjat që janë të lidhura me elementet e tokës dhe zjarrit do ta ndjejnë këtë ndikim në formën e rritjes materiale, ndërsa ato të ajrit dhe ujit do të përfitojnë përmes frymëzimit, ideve dhe surprizave nga njerëzit që i rrethojnë. Kjo është dita ku universi zgjedh të shpërblejë përpjekjet e sinqerta, ku çdo punë e bërë me përkushtim, çdo besim që është ruajtur edhe kur gjërat nuk shkonin mirë, kthehet në fitim konkret. 29 tetori do të jetë si një shkputje nga e shkuara dhe një hyrje në një rrugë të re, më të qetë, më të begat, më të lehtë. Për disa, mund të jetë dita e një lajmi që se prisnin, për të tjerë, një mundësi që i vendos në drejtimin e duhur, dhe për disa shenja shumë me fat, mund të jetë dita që sjell ndryshimin që ndëron gjithë rrjedhën e vitit. E rëndësishme është që në këtë ditë të jesh i hapur ndaj mundësive, falënderues dhe i vetëdijshëm për shenjat që universi dërgon, sepse çdo rast që vjen më 29 tetor është bekim në maskën e rastësisë. Kjo është dita kur energjitë qiellore zbresin për të shpërndar bollëk, ku paratë, lajmet e mira dhe mundësitë vijnë si nga askundi. Disa do e quajnë fat i rastësishëm, por në të vërtetë është përgjigje e universit ndaj besimit dhe përpjekjes. Në vijim, do të zbulojmë cilat janë 7 shenjat e përzgjedhura nga universi që më 29 tetor do të përjetojnë mrekullinë e bollkut, lajmet që ndryshojnë gjithçka dhe ndjesinë e ëndrrës që bëhet realitet. Dashi, më 29 tetor qielli hapet për ty. Është dita kur gjithçka që ke pritur vjen si një dhuratë e papritur dhe shpesh në momentin më të papërshtatshëm. Energjitë e Jupiterit dhe Diellit bashkohen për të ndriçuar shtëpinë tënde të financave. Kjo do të thotë që një lajm financiar, një ofertë apo një pagesë e vonuar mund të mbërrijë pikërisht në këtë datë. Universi po të jep mundësinë për të përmirësuar jetën tënde materiale, ndoshta nëpërmjet një rasti që duket si rastësi, por në fakt është shpërblimi i një përpjekjeje që ke bërë më parë. Nëse ke ndjer presion financiar, 29 tetori është dita kur fillon të ndihesh më i lehtësuar. Paratë mund të vinë përmes një rruge që se prisjet, dikush që të ndihmon, një mundësi online, apo një përfitim që vjen nga një e kaluar e lënë pezull. Në dashuri, kjo ditë sjell paqe dhe mbështetje nga partneri, një ndjenjë sigurie që të forcon shpirtin. Dashi, bëhu gati për një frymë të re energjie që do të vendos në rrugën e bollkut. Demi, për ty 29 tetori është një ditë triumfi.
mund të ndodhë diçka që të ndryshon humorin dhe situatën brenda një dite. Yjet tregojnë një mundësi të ardhë në punë, një fitim të papritur ose një dhuratë që s'e prisje. Pozicioni i Jupiterit me Venusin favorizon shenjat e tokës dhe për ty është si një lotari qiellore. Nëse ke qenë i përfshirë në një projekt, biznes apo ke kërkuar një mënyrë të re për të fituar, më 29 tetor universi do të jap një shenjë të fortë se po ecën drejt suksesit. Në dashuri, marrëdhëniet stabilizohen dhe partneri mund të mbështesë financiarisht apo emocionalisht. Nëse je beqar, kjo ditë të sjell një takim që lidhet me fatin tënd, dikush që të frymëzon për të ngritur dhe për të ndërtuar më shumë. Është dita kur parat mund të vinë në mënyrën më të papritur, por aq të natyrshme sa do të duket sikur universi e kishte planifikuar që prej kohësh. Deri në mbrëmje mund të ndihesh i mahnitur se si një ngjarje e vogël kthehet në një bekim të madh. Binjakët. Binjak, për ju 29 tetori është si një shpërthim dritash në qiell. Energjia e kësaj dite është për ty një mundësi për të fituar, për të marrë një lajm që ndryshon rrjedhën e ditëve, apo për të përjetuar një sukses të papritur në punë apo biznes. Merkuri, planeti yt udhëheqës, është në pozitë të shkëlqyer me Jupiterin, dhe kjo do të jap një ndihmë të dukshme në çdo aspekt që lidhet me financat. Një projekt i vjetër mund të ringjallet, një ide mund të gjejë investim, apo një person që ke njohur dikur mund të kthehet me një propozim që sjell fitim. Në dashuri, komunikimi do të jetë i fortë dhe emocional, por në anën financiare ndodh magjia. Mund të marrësh një pagesë, një bonus ose një shans që të vënë në qendër të suksesit. Mos u habit nëse universi të surprizon me lek nga qielli në formën e një ndihme, dhurate apo fitimi që vjen nga askundi. Binjak, 29 tetori është dita jote për të marrë atë që ke dhënë, në mënyrë të shumëfishtë. Dëshiron të promovosh biznesin, produktin ose shërbimin tënd? Kanali ynë ofron hapësira reklamuese dhe promovime speciale për audiencën tonë të gjerë. Kontakto tani për detaje dhe bashkëpunime. Luani. Luani, 29 tetori është dita kur qielli hap thesarin për ty. Energjitë e zjarrta të diellit, bashkuar me ndikimin e Venusit dhe Jupiterit, krijojnë për ty një valë të fuqishme magnetizmi dhe fati financiar. Në punë, gjithçka që ka qenë e bllokuar fillon të lëvizë. Mund të marrësh një ofertë, një propozim apo një vlerësim që të vendos në pozicion më të mirë. Në aspektin material, një dhuratë, një pagesë apo një lajm që lidhet me fitim do të bëjë të buzëqeshësh. Në dashuri, është dita kur marrëdhëniet marrin frymë të re, ndjenjat thellohen, ndërsa vetbesimi yt rritet. Universi do të dërgojë një shenjë të qartë që je në rrugën e duhur, ndoshta përmes një njeriu që të përkrah, një mundësie që shfaqet apo një sinjali që të bën të kuptosh se koha jote e ardh po nis. Në mbrëmje mund të ndjesh një ndjesi falënderimi të thellë, sepse 29 tetori për ty është dita ku çdo gjë që ke pritur fillon të ndodh. Virgjëresha. Virgjëresh, për ty kjo ditë është si një dhuratë e vonuar e universit. Më 29 tetor, yjet sjellin një përputhje të rrallë që ndriçon anën tënde financiare dhe të karrierës. Kjo është dita ku mund të marrësh një lajm pune, një pagesë të pritur apo një mundësi të re që të jep stabilitet. Nëse ke qenë duke punuar në heshtje, do të shohësh se përpjekjet e tua më në fund shpërblehen. Jupiteri dhe Merkuri do të ndihmojnë në komunikime, kontrata dhe vendime që të çojnë drejt fitimit. Në dashuri, gjithçka bëhet më e qartë. Mund të marrësh një vendim që të çliron shpirtërisht dhe të hap zemrën për një periudhë më të bukur, por pika kulmore është financiare. Mund të marrësh lek që si prisje, një ndihmë, një ofertë apo një shans që të bën të ndihesh me fat. 29 tetori për ty është si një rrezë drite që ndriçon çdo gjë që deri dje dukej gri. Akrepi. Akrepi, për ty kjo është dita më e fortë e muajit. Qielli po bashkohet për të sjellë një valë fati dhe stabiliteti që do të mahnisë. Nëse ke pritur një ndryshim, një lajm apo një mundësi për të rifilluar, 29 tetori është dita e madhe. Energjitë e hënës dhe Jupiterit të vendosin në qendër të vëmendjes dhe gjithçka që prek mund të kthehet në ar. Parat mund të vinë përmes punës, një marrëveshje të re apo një ndihmë që vjen papritur nga një person që s'e prisje. Në dashuri, gjithçka forcohet, ndjenjat thellohen dhe zemra e gjen qetësinë që kërkonte. Kjo është dita ku mund të ndihesh vërtet me fat, ku universi të kujton se gjithçka që ke dhënë tani të kthehet 10 fish.
Në mbrëmje do ndjesh qetësi, mirënjohje dhe një ndjesi të fortë sigurie që se ke ndjerë prej kohësh. Peshqit për ju 29 tetori është një ditë bekimi të pastër. Universi po ju përfshin me energji të buta, por të fuqishme dhe gjithçka që lidhet me parat, marrëdhëniet dhe shpërblimin shpirtëror do të ndodhë si me magji. Mund të vijë një dhuratë, një ndihmë financiare apo një mundësi e re që ju vendos në drejtimin e duhur. Jupiteri, planeti juaj udhëheqës, është në pozicion perfekt për të hapur portën e bollëkut dhe ju jep atë që keni kërkuar me shpirt. Në dashuri do ndiheni të përkëdhelur dhe të mbushur me dashuri të sinqertë. Në punë, çdo ide, çdo përpjekje apo bisedë që bëni në këtë ditë mund të sjellë fitim të menjëhershëm apo lajme të mrekullueshme. Peshqit, më 29 tetor, qielli do t'ju bekojë me lek, qetësi dhe një ndjesi sigurie që do të zgjas për javë të tëra. 29 tetori do të mbahet mend si dita kur qielli shpërndau lek, fat dhe bekime. Këto 7 shenja, dashi, demi, binjakët, luani, birgjëresha, akrepi dhe peshqit, janë në qendër të vëmendjes së universit. Në këtë ditë, çdo përpjekje shpërblehet, çdo dëshirë merr formë dhe çdo shpirt i sinqert merr një shenjë që fati ekziston vërtet. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe nëse je një nga këto 7 me fat, përgatitu, sepse më 29 tetor qielli nuk do të kursej. Lek, lajme të mira, mundësi dhe mrekulli të papritura po zbresin drejt teje.